Pamje mbërselënse kanë qarkulluar në rrjetet sociale ku deti pranë ishullit Hormuz në Iran shfaqet i ngjyrosur në të kuqe të errët, duke ngjallur reagime të forta dhe krahasime me profeci biblike për fundin e botës. Fenomeni u regjistrua pas rreshjeve të dendura të shiut, të cilat bëjnë që toka e kuqe karakteristike e zonës të derdhej drejt bregut, duke kthyer ujin e detit në një ngjyrë të ngjashme me gjakun. Disa komentues në internet e lidhën pamjen me librin e zbulesës në Bibël, ku përmendet shndërrimi i deteve dhe lumenjve në gjak si formë dëshkimi hyjnor. Megjithatë, shkencëtarët sqarojnë se bëhet fjalë për një fenomen krejtësisht natyror. Plazhi i njohur si Red Beach në Hormuz është i pasur me oksid hekuri, i cili i jep tokës dhe shkëmbinjve ngjyrën e kuqe intensive. Gjatë rreshjeve të forta, kjo tokë përzihet me ujin dhe përhapet në det, duke krijuar pamje dramatike dhe kontrast të fortë me ngjyrën blu të gjirit persik.